Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Kjo ditë ju gjen energjik, por pak të paduruar. Në punë mund të lindë një situatë që kërkon reagim të shpejtë, por është e rëndësishme të mos veproni me impuls. Në dashuri, komunikimi i hapur do të zgjidhë një keq kuptim të vogël. Financat kërkojnë kujdes, shmangni shpenzimet e panevojshme. Demi. 12 shkurti sjell stabilitet dhe qartësi mendimi. Është momenti i mirë për të marrë vendime financiare apo për të planifikuar hapa afatgjat. Në marrëdhënie do të ndjeheni më të sigurt dhe më të përkushtuar. Beqarët mund të marrin një mesazh interesant nga dikush që i ka vëzhguar prej kohësh. Binjakët. Një ditë dinamike dhe plot komunikim. Mund të merrni një lajm që ndryshon planet tuaja fillestare, por në një mënyrë pozitive. Në dashuri, flirtet janë të favorizuara, ndërsa çiftet duhet të tregojnë më shumë durim. Në punë, bashkëpunimet sjellin rezultate më të mira se sa veprimi i vetëm. Gaforia. Do të ndjeheni më emocional se zakonisht. Dita favorizon çështjet familjare dhe zgjidhjen e disa tensioneve të vjetra. Në aspektin profesional, shmangni përfshirjen në debate. Financat përmirësohen gradualisht. Një bisedë e sinqertë në mbrëmje do t'ju lehtësojë shpirtërisht. Luani. Energjia juaj bie në sy sot. Është një ditë e mirë për të marrë iniciative dhe për të shfaqur aftësitë tuaja. Në dashuri pasioni rritet dhe mund të përjetoni momente të bukura romantike. Kujdes me krenarin, pranoni edhe mendimin e të tjerëve. Një mundësi e re profesionale mund të shfaqet papritur. Virgjëresha. Organizimi është çelësi suksesit tuaj sot. Dita favorizon përfundimin e detyrave të mbetura pezull. Në marrëdhënie mund të ndjeni nevojën për më shumë siguri emocionale. Mos u tregoni shumë kritik ndaj partnerit. Kujdesuni për mirëqenien fizike dhe gjeni kohë për pushim. Peshorja. Balanca është tema kryesore e kësaj dite. Mund të ndjeni të tërhequr mes detyrimeve profesionale dhe jetës personale. Merrni kohë për të reflektuar para se të merrni një vendim të rëndësishëm. Në dashuri, një gjest i vogël do të forcojë lidhjen. Financat mbeten të qëndrueshme. Akrepi. Intuita juaj është shumë e fortë sot. Besojeni ndjesive tuaja, sidomos në çështjet e punës. Një sekret mund të dalë në dritë, por do të ndihmojë të kuptoni më mirë situatën. Në dashuri, pasioni dhe thellësia emocionale janë në qendër. Shmangni xhelozinë e tepruar. Shigjetari. Dita sjell optimizëm dhe dëshirë për lëvizje. Mund të planifikoni një udhëtim ose të nisni një projekt të ri. Në dashuri, sinqeriteti do të jetë arma juaj më e fortë. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë. Mbrëmja është ideale për aktivitete sociale. Britsjapi. Përqendrimi juaj është i lartë dhe do të arrini të përmbushni objektiva të rëndësishme. Në punë, autoriteti juaj vlerësohet. Në dashuri, tregoni më shumë ndjeshmëri. Jo gjithçka zgjidhet me logjik. Financat duken premtuese, por shmangni rreziqet e panevojshme. Ujori. Kreativiteti juaj është në kulm. Dita favorizon idetë të reja dhe projektet inovative. Në dashuri mund të ndjeni të tërhequr nga dikush i ndryshëm nga ju. Kujdes me impulsivitetin në komunikim. Një surprizë e këndshme mund t'ju ndryshojë humorin. Peshqit. Ndjeshmëria dhe empatia ju karakterizojnë sot. Është një ditë e mirë për të ndihmuar të tjerët, por mos harroni edhe veten. Në dashuri, romantizmi është i theksuar. Në punë, esni me hapa të sigurt dhe mos merrni vendime të nxituara. Intuita do t'ju udhëheqë drejt zgjedhjes së duhur. Horoskopi në Top Albania Radio.